Shqipëria merr pjesë në 3 skema të zonës unike të pagesave në euro. Sipas një dokumenti të Këshillit Evropian të pagesave, 13 institucione financiare në vend ofrojnë mundësinë e kryerjes së pagesave standarde në euro me SEPA. Vendet e tjera të rajonit, Mali i Zi, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, marrin pjesë në maksimumi 2 skema të zonës unike të pagesave në euro, ndërsa Shqipëria ofron më tepër metoda të realizimit të pagesave ndërkufitare nëpërmjet këtij sistemi. Kështu, një institucion financiar në vend ofron gjithashtu mundësinë e kryerjes së transfertave të menjëhershme të kreditit SEPA, version ky i përmirësuar i transfertave standarde. Kjo skemë mbështet transfertet e parave deri në 100.000 euro midis bankave pjesëmarrëse ose ofruesve të tjerë të shërbimeve të pagesave. Vetë fjala menjëhershme nënkupton se shumica dërmuese e transaksioneve përpunohen brenda pak sekondash dhe janë të disponueshme 24 orë në 7 ditë të javës për 12 muaj të vitit. Gjithashtu, vetëm një institucion financiar shqiptar merr pjesë në SEPA Direct Debit Core. Kjo skemë mundëson bizneseve ose ofruesve të shërbimeve të mbledhin pagesa direkt nga llogaritë bankare të debitorëve, në këtë rast konsumatorët. Konsumatorët duhet të japin pëlqimin e tyre të qartë duke nënshkruar një mandat për të marrë pjesë. Kjo skemë shpesh përdoret për të mbledhur pagesa të përsëritura, siç janë faturat të shërbimeve, abonimet ose shlyerjet e kredive. As Shqipëria dhe as vendet e tjera të rajonit nuk janë përfshirë akoma në skemën SEPA të projektuar vetëm për transaksionet midis bizneseve, që përdoret shpesh për pagesat të përsëritura, siç janë pagesat e faturave, tarifat e abonimit, antarësimit dhe pagesat e furnizuesve, dhe as në skemën e re ku rezulton që banka njërës palë të jetë në SEPA dhe tjetrës jo. Me SEPA, qytetarët, bizneset dhe ekonomia shqiptare përfitojnë drejt për drejt kosto 5 deri në 10 herë më të ulëta për transfertat ndërkufitare në euro. Për pagesat elektronike deri në 20.000 euro komisioni është maksimumi 2 euro. Për pagesat 20.000 deri në 100.000 euro komisioni varion nga 2 deri në 10 euro. Për pagesat mbi 100.000 kostoja është maksimumi 25 euro dhe për remitancat maksimumi 3 euro.